Dhe sot kemi arritur që të arrestojmë 7 persona, të cilët dyshohet, po kemi dyshim të bazuar mirë se kanë marrë pjesë në vrasjen e rreshterit Muhamet Liga. Është një punë e palodhshme që është bërë gjatë këtyre ditëve. Ne edhe në konferencën paraprake e kemi thënë që do t'ju mbajmë të informuar në lidhje me zhvillimin e kësaj ngjarje e cila ka qenë shumë e rëndë. Dhe sot e kemi një rezultat, mund të themi preliminar, ku 7 persona janë duke u intervistuar dhe me vendim prokurorit do të vazhdohet procedura me tutje. Sigurisht që ata do të shkojnë në mbajtje dhe do të vazhdohet me procedurat e mëtutjeshme. Çka dua të them më tepër është që bashkëpunimi mes institucional gjithmonë rezulton me rezultate pozitive, siç është edhe kjo rasti i sotëm. Ne, si Prokuria Themelore dhe gjithashtu edhe si Policia e Kosovës, ja kemi pas borxh Policisë Kosovës dhe rreshtit Muhamet Liga që të bëjmë këto veprime procedurale dhe në fund të kemi këtë rezultat të cilën e kemi tani. Unë jam shumë falënderues për punën e bërë dhe më tutje do të vazhdojmë procedurat e mëtutjeshme, do të shohimi se cilat do të jenë të reja që do të na sjellë në procedurat në vijim. Hetimet do të vazhdojnë sigurisht edhe për persona të tjerë. Motivi kryesor deri më tani që e kemi është lidhet me punën e tij si pjesëtar i Policisë së Kosovës. Dhe sot kemi konkretizuar një operacion policor i cili u zhvillua në Kaçanik me qëllim të bastisjes respektivisht zbatimit të urdhëresës gjykatës së Themelore të Frizajit. Operacioni u zhvillua në autorizim të Prokurisë Themelore, ku gjatë këtij operacioni janë bastis 9 lokacione, shumica e tyre në Kaçanik dhe një në Klin, në një fshat të Klinës. Gjatë operacionit policori në arrestu 7 persona të dyshim, të cilët dyshohet që kanë marrë pjesë në planifikimin dhe po ashtu në ekzekutimin apo vrasjen e rreshterit tonë. Të gjithë personat janë të arrestuar, janë në proces intervistimit nga hetues tonë policor me autorizim të prokurorit. Gjatë operacionit nuk ka pas ndonjë incident.